Policia e Shkodrës ka intensifikuar operacionin Koordinata në gjithë territorin e qarkut, duke goditur një tjetër rast masiv të kultivimit të bimëve narkotike. Fal monitorimit nga ajri me dron dhe kontrolleve në teren me patrulla këmbësore, janë zbuluar dhe asgjësuar 5.999 bimë dhe fidan kanabis sativa të mbjella në parcela të ndryshme në zonat malore të qarkut. Për këto raste, janë proceduar penalisht 7 zyrtar lokal, mes tyre 2 roje të mjedisit dhe 5 kryetar fshatrash, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Në njësitë administrative, pult, shal dhe shosh, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër gjetën dhe asgjësuan 688 bimë kanabis. Në këtë rast, procedimi në gjendje të lirë nisi për rojet e mjedisit, shtetasit me iniciale LA dhe LM, si dhe për LL dhe NV, kryetar të fshatrave në Mavriq dhe Ndrejaj. Ndërkohë, në njësinë administrative Temal, Vau i Dejës, u zbuluan dhe asgjësuan 5.311 bimë narkotike. Për këtë rast, janë proceduar penalisht shtetasit me iniciale ZM, GM dhe FB, kryetar të fshatrave Toplan, Kishar dhe Qeret. Policia i ka shpallur gjithashtu në kërkim shtetasit me iniciale DF, 32 vjeç, i dyshuar si kultivues i 2127 bimëve kanabis, të zbuluara me 24 prill në fshatin Vigm Nel. Për të, gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Operacioni Koordinata do të vijojë në mënyrë të pandërprerë, si në teren, ashtu edhe nga ajri, me qëllim goditje në çdo rasti të kultivimit të palishëm të lëndëve narkotike, si dhe mbajtjen përgjegjës të çdo zyrtari që mbyll syt përballë kësaj veprimtarie kriminale.